Bashkëshortin se kam, ama me fëmijë jetoj. Sa kohë ke unë bërë? Që 6 vite. I kom dalë kra, gjithë shkapes. Me fëmijët më kanë ndihmu, fëmijët i kom pas për vete, për qef, edhe fëmija më kanë ndihmu ma shumë. Qitash kom pas që me jetu, se jena konë në do shpia të huja, tash e kena bo një shpitu, në kom pas që me konaj me përjetu që të veç për shta. Se kërna kom ma shumë kena hik, po bënë në fëmija dhe arrit në fëmija dhe jena këtë noqë. Mirë. Ka përra vini? Po, nga Prishtina e më këtu. Ka Prishtina jetoni këtu? Po, këtu jetoj. Po. Po, në i qëtu në fakultet. Fakultet? Po. Ashtë punë që e banë me qef të rëgam? Po, me gjithë në që. Të sa vite këtë punë e bënë? E bëj që 13 vite. Që 13 vite. Aha, falendere. Nuk thonë kohë që gratë janë zonjat, mundën mjata? Po, normal, gratë. Po, janë zonjat. A ka ndohë ma herë me utër zunë jetën tonë? S'ka ndodhë. S'ka ndodhë. Qka të bënë gruat fort pa të zushme të rikona? Përgjë s'ka bënë fort. Ku e merë këtë motiv që ka që fort? Se di pse, qashtu Allah e vetë më ka. Kryo që gjithmonë jem konek nashtë me jetën e me krejtë. Me forcë me krejtë. Sa mirë kur kemi Falemderit. Sonja që ja dalin. Falemderit. Kontimin e bashkëshortit, familjes? Bashkëshortin se kam, ama me fëmijë jetoj. Sa kohë ke unë bërë? Që 6 vite. Që 6 vite. Ka qenë smur? Po, e shqirë ka qenë. Sigurisht, unë kështë të letë mi a dalë një grua pa burin. Ti është vetë grua, vetë burë. Ha, kreta, ato i punoj vetë. Si ke mundur ti? Si di Allah i ma ka që, edhe hecë si kom pritu, edhe hecë që mërzit për këtë punë. I kom dalë kra, gjithë shkapes. Me fëmijët më kanë ndihmu, fëmijët i kom pas për vete, për qef, edhe fëmija më kanë ndihmu ma shumë. Unë tash e për shambull një grua që punosh me fëmijë vetë, pa burin është e vështirë. E vështirë është veç fëmija më kanë përkra. Fëmijën i kom pas, pa kur farë, kur së më kanë idhnu, më kanë këqyrë, i kom këqyrë, me fëmijë më kanë razi edhe e kom drejt tash kom kallu mirë. Këtë raportin bashkëshortin, të vite sa keni qenë bashkë, se ka qenë momentet ma të paharuara për juve? Pa ti vese divre, të s'ka u konë mirë, po. Sigurisht, mungon nuk ka fjallë. Ja, pa normal, mungon, ama i kam fëmijë. Ka mendo një pen me rakë me ta? Që s'ki mundur me realizu sa ka qenë? Që tash kom pas që me jetu, se jena konë në do shpia të huja, tash e kena bo një shpitu, në kom pas që me konaj me përjetu që të veç për shta. Më jetë marak. Me kone vaj, me përjetu që t'jetë, se kuna kom ma shumë kena hik, po bo në fëmija dhe arrit në fëmija dhe jena këtë noqë. Kur që nuk e pasur shtëpi të ndën, am të regon si që... Shumë e lumë tërë kom kalua, pas jem konë, një lumë të ri e kom pas me knatësi me borën atë mi. E kom pas një lumëtëri që së mje gjikë me kënaqë e më konë atëherë se të arsjem. A mund të të shoj parvaja jetën për së njerëzve? Se di. Zbesaj, të onë s'ka që pjesh pare, veç lumëtëria. Se kom pas atë problem edhe tërë e më kënaqë. Sa mirë të farë grua? Tash nashtë i kom a shumë, ndëke që se kom atë mjatësisë për para. Ashtë diqka këtë jetë? Jem konë me burë, jem konë rahat, jem konë me thmit. Jem kone kena pas një jetë mirë edhe ju atë shumë në shpi, s'kena pas shpia, mo kena pas jetën shumë atë lumëtër. Po këtë qene përmbushur një? Ha. Të lado një përresi bashkëshorti një? Se disë, s'kalon kur që është të. Edhe një përresi kur që me thonë, po mjetë marak, diqka ju. Ja, ka kalu edhe aj mirë, edhe unë e mirë, edhe fëmija dhe krejtë. Po, normal. E tash kom që veç me pakon mje gjik, me pakon e dhaj me përjetu, që tash që t'jetë që ki. Sa i ka vujt, po e kena vujt me një knatësi. S'kena pas kom thonë kom. Dhe të rej kom pas, i kom një mjera. Më konë e knasht e lumëtër. Qëfar grua pozitive, në knasht e një. Falimderit. Po tu gjitha nanave, gjitha grave një mesazh mja dërgu, kudo që e. Po me konë lumëtëra me burë. Tash, kërkush mirë nuk është e burri, po dush me lëshupe. Kur ka bërtit, ku më thonë mirë është puna, dhe ndash me kalu mirë. Ajë naltë, mësë më ka shku. Unë ju thamë që qatë full, dush me bo po, me përkra. Se përkra s'ki jetë mirë. Unë e kom përkra burën. Tash të nere ka bërtit, nash i ka full, po më mirë e ki, mirë u qëtësue. Tash ju, tash nuk i në bojnë.
tash si bojnë aty. S'po dëgjojnë shumë. E nuk e di, tash nuk e di çfarë ku ardh e të mërshme. Se ngan, veç që shtot gruaja, ju, natëre ju, që shka thonë burë edhe u kry. I kom thonë, ka bërtit, ka pas në ashtë i drejtë, i kom thonë, shuj se mire kia dhe u nalë që të cuve, i na kom qëndër. E ke gjeta cilësin? Gruaja dësh me gjithë cilës. A më do që barazi du me qenë e njëtë si grua dhe burë jashtë njëtë? Po, sigurisht, do të me qenë barazi, po tash nuk janë barazi. Tash veç që shtot gruaja. One mësot më vje marre, kur e një grua që ja këthem burrit fjallën i ku kështë s'peni. Së është e shpi e lumëtër. Kurse se kalën me burë mirë. Gruaja, burën i fjallë gruaja dhe, aja së është rahati. Unë e kom pas rahati shumë. Kjo është gjë ma e mirë që keni pas? Po, edhe jo thonë, të nga grave rahati me pas burë me full, me përkra burën, dash me konë jetë mirë. Për ndryshe jetë së më kalën, se me burë të së nështyvesh. Na, atëre që shtojnë akon edhe që shtojnë ametë. Qëfar grua është shambull, të rojnë nga zamra më të mirat njëtë, vetëm të mira njëtë ty. Faleminderit. Po më e mirë që tashmë gjithë shka jeta juaj ka filluar me të mira. Po, gjithmonë ka filluar dhe hana zosh me të mira, po qatë burë se kom tjetër jo të miti kam, shnash, mira ha, jom pajtu, ne kom thonë Allahit, se kem pas një jetë mirë, jena kom gjithë me dëshpjat huja, po kom thonë mi ke qua Allah thmin, jem tut me lip shpin, po ma ka qua Allah shpin, pa prit pa kujtu. Kjo është dhurata më e madhe, që ju i keni fëmijë të mirë. Po, one veç me fëmijë jem krahazit që i kom pas fëmijë mirë, edhe që i kom lyp Allahit më tjetë. Fëmijë i kom shnash, të natë vinë me ranë. Unë jem kom e knashtë me fëmijë. Edhe sot jam. Të rojnë këtë gëzime të mos të ndalëshin, deri në fund të jetës. Faleminderit edhe këtë. Jo të shëndese.